Faleminderit kryetar, në përgjigje të interesimit të deputetit Gjek Markaj, lidhur me lëndët e përdorura nga Policia e Shtetit, konfirmoj që lëndët janë RSG 8, TW1000 profesional dhe VESK RSG 8000 special, që janë lëndë speciale irrituese profesionale për vetëmbrojtje dhe neutralizim të personave të dhunshëm, të cilat janë të certifikuar nga kompanitë prodhuese dhe përdoren nga forcat policore në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, këtu lajmi nuk është spraj përdorur, sepse është dëgjuar dhe më herët për sprajin e Arive. Lajmi këtu është që kishte lezet partia e Molotovarëve se i dilte mballë gjës me njerëzit me kapuçe me Molotov atëherë, por tani që hedhin gurin dhe fshehin dorën të shndrohet nga partia e Molotovarëve në partia e skuthave, bashkë me në produktet e tyre, të cilët kërkojnë paguar njerëz dhe mendojnë se protesta mund të bëhet me mercenar të paguar, kjo nuk ndodh kurrë. Partia e skuthave, e cila nuk mund flasë për policinë e shtetit dhe Gardën e Republikës, që nuk kanë krahasim me ato të 2011-s që ne gjetëm dhe kur flitet për protesta, paktën ju duhet të rrini urtë dhe mos jepni moral, mos bëni moral për policinë e shtetit. Në përgjigje të pyetjes që bëri deputeti, dhash një përgjigje që mbaj përgjegjësi plot, por edhe një herë, për protestën ju nuk mund të flisni, largoni njerëzit me kapuça që aty, përpara se t'i largojë policia dhe nuk keni asnjë të drejtë morale të pretendoni se ju përfaqësoni zërin e protestës atje. Largoni vetëm njerëzit me kapuça dhe policia po bën detyrën e saj konform ligjit për të garantuar mbarvajtjen e protestës. Dakord. Zoti Tedi Blushi. Zoti Flamur Noka. Çfarë them? Listë gjatë. Çfarë të bëj listës? Edhe pak dhe do ta ndërpresim. Po ju paralajmëroj që do ta ndërpresim fjalën procedurë se janë 20 vete të regjistruar dhe askush nuk flet procedurë. Zoti Noka. Tani teksa dëgjon këtë ministër këtu mrapa, seriozisht ndjen keqardhje për nivelin ku është katandisur shteti shqiptar. Shikojeni, e pat se çfarë tha, e dëgjuat çfarë tha ky ministër, ky është ministër, ja. Shikojeni. Ka turp më të madh. Po ç'ministër je ti mo? Po ç'ministër je ti mo? Po ti je ushtari Ertion Bisit, mos Ertion Bisit ta drejton policinë, ministrin. Po ti je zari i Tan Leprit more. Po ky shtet ja ku e keni mo. Ky shtet ka Tan Leprin ministër mo. Tan Lepri dhe Ertion Bistri urdhërojnë policinë e shtetit dhe bëjnë emërime dhe çemërime në policinë e shtetit. Prandaj e policia e shtetit cilës si band me qytetarët mo. Po ku je tim? Po qa jeni ju më? Po nuk keni asnjë lidhje, ti s'ke asnjë lidhje me shtetin. Po ju nuk keni asnjë lidhje me shtetin, ju i thjesht keni po lidhje me bandën. E përmendi ai termin përdhunim. Kjo anë nuk e njeh si term. Sepse as e ka ushtruar kurrë, as nuk ka pranuar kurrë. Por më të përdhunuar se ti s'ka pas ky parlament as ka për të pas. Pse? Të ka përdhunu Sueli. Dhe unë e ti e di mirë shumë. Të ka përdhunuar Sueli edhe në 8 mëngjesit. E di mirë shumë. Pret, unë po citoj Zoti Peleshi. Unë po citoj ato që u thanë. Unë nuk po them as i term të ri që të më thuash. Prit, një sekond. Të ka përdhunuar Sueli dhe ne dim shumë mirë. Të ka përdhunuar Edi Rama. Dhe ne dim shumë mirë. Të ka përdhunuar Ky Sagasi. Kur të fitoj për Reckash. Dhe atëherë tentove të belbëshosh, po jo të reagosh. Prandaj ti e ke qef termin përdhunim, sepse i e rritur mes përdhunimesh. Prandaj mos guxo t'ja thuash kur as qytetarëve, jo më t'ja thuash dikujt tjetër. Atë sindrom nga i cili ke vuajtur dhe të ka bashkëshoqëruar gjatë gjithë jetës tënde. Morë vesh, për sa i përket çështjes, po, ka rendite sot. Po rendite mbi gjitha rendet e ditës është zëri qytetarëve. Dhe atje për jashta,
prej 50 e ca ditësh janë qytetarët që flasin, sepse ju nuk i përfaqësoni ata. Këtu ke dikën që përfaqëson Suelin, këtu ke dikën tjetër që përfaqëson Troplinët, këtu ke dikën tjetër që përfaqëson Xhabaftët, pra ju përfaqësoni krimin, përfaqësoni korrupsionin dhe nuk i përfaqësoni dot qytetarët. Edhe 20 sekonda se ma dhat me vonesë. Përfundoni. Nuk i përfaqësoni dot qytetarët. Prandaj ata reagojnë, se janë të vjedhur, se janë të shkelur me këmbë, se i keni varfruar, se keni detyruar të rrinë të mbjetojnë me 50 euro ndihmë ekonomike, se i keni quar që për vete shkryheni në Lucë, miliardash dhe i keni lënë ata, pensionistët të jetojnë me 100 euro, 150 euro. Dhe ata reagojnë për prindit e tyre, për jetë. Përfundoni. Prandaj ata janë në të drejtë e tyre. Prandaj Partia Demokratike dhe Opozita do të jetë gjithmonë ka tyre. Nuk pyesim ne për 5-10 qorista apo të pjesëtar të Antifas së Sorosit. Jo. Nuk kemi fare si llogarisin të ftehër ata. Por pjesa shumica aty janë qytetarë. Ata kërkojnë largimin tuaj. Mos u fshini si struci. Nuk i shmangeni dot vullnetit të qytetarëve. Vullneti i tyre kërkon që ju t'ikni. Hapni rrugë zgjidhjes politike. Në të kundër zgjidhja do t'ju imponohet dhe do ketë kosto për ju. Zoti Piro Vëngu.